Kam përshtypjen që mbrëm vonë në orën 10 të mbrëmjes, rreth orës 10 të mbrëmjes apo jo. Ashtu ki? Ende paska erë dhe frymë të fuqishme aty me sa po e shoh nga pamja dhe me sa po e shoh Erlindën. Erlind më trego, a ka pasoja, a ka dëme, çfarë po shihet aty? Mirëmëngjes Arben për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal Get, po jemi këtu në Dardani në lagjën në rrugën Ilas Kodra, ku rreth orës 22:30 të mbrëmjes së djeshme janë si pasojë e këtij lisit nga era të forta që është rrëzuar, janë prish këto vetura, siç po shihet edhe nga pamja, janë 2 vetura përafërsisht ndoshta edhe 3. Janë dëmtuar, Okej. Tani, po, në këto momente është edhe ndërmarrja e gjelbër duke ka ardhur për të hek lisën, për ta prerë. Mirë, interesant që kanë reaguar me njerë institucionet. Përveç dëmeve materiale, dëmën... Nuk ka dëme në njerëz, apo jo? Jo, nuk ka. Mirë, me jepni pak pamje më të përgjithshme të lisit të rrëzuar. Sa lisa e në rrëzuar gjithsejt aty? Një, apo? Një, po. Një lis i rrëzuar si rezultati erës së fuqishme, që ka fryrë mbrëm rreth orës 10, 3 vetura të dëmtuara. Edhe kompania me njëherë, kompania komunale që ka ndërhyrë për të pastruar hapësirën, natyrisht do të dalë edhe policia me saj që ka ndalur deri më tash për të evidentuar dëmet e veturave. Dëmtimin e veturave për të çështjet e kompenzimit e procedurat e tjera. Se qoftë, ajo çfarë është tepër e rëndësishme miq është të keni vëmendje sot. Nuk e di se kën nga zyrtarët e komunës së Prishtinës do të mund të trasim dikën nga drejtoria për emergjenca ose për si quhet kjo drejtoria për siguri. Ka një njoftim zyrtar nga komuna Prishtinës për ditën e sotme që ka të bëjë pikërisht me errat e fuqishme që pritet të fryjnë. Thotë sipas parashikimeve të motit, sot në Prishtinë pritën errat të forta deri në 32 km/h. Për sigurinë tuaj ju lutemi të shmangni qëndrimin pranë objekteve larta, pemëve dhe strukturave të paqëndrueshme. Të siguroni që dritarët e dyert të shtëpive apo bizneseve tuaja janë mirë të mbyllura. Të kujdeseni gjatë qarkullimit. Ju falenderit për bashkëpunimin, qëndroni të sigurt. Prishtina, kujdesi dhe siguria juaj. Janë 3 postimet që ka bërë komuna. Do duhet që të ketë natyrisht kujdes të shtuar, nuk e di. Nuk më kujtohet saktësisht emri i drejtorisë për çështjet të sigurisë. Drejtoria e emergjencave, pikërisht kjo është pra. Thrasim luzim fushësisën, drejtorin. Your call has been forwarded to voicemail. Provojmë edhe një drejtorin e emergjencave në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica. Your call has been forwarded.
Your call has been forwarded. I ka filluar procesi i heqjes së lisit aty. Natyrisht gjithmonë kënaqësi me pa procesin në praktik. Drejtori i emergjencave Lulzim Fushtica që nuk na përgjigjet.